Edhe këtë vit përveç funksionimit të hidrovorëve, një nga shkaqet kryesore të përmbytjes së qytetit të Durrësit ishte rrjeti i amortizuar dhe i bllokuar i kanalizimeve që administrohet nga Shoqëria e Ujësjelljes Kanalizimeve, megjithse ndër vite janë paguar miliona euro në tender. Por vetëm 2 muaj pas përmbytjes së qytetit, drejtuesit e kësaj shoqërie kanë zgjedhur një tjetër prioritet. Në vend që të shpallin ndërhyrje për rrjetin e ujësjellësit dhe të kanalizimeve, kanë hapur procedurë për ndërtimin e zyrave të reja të administratës. Në buletinin e prokurimeve publike të datës 30 mars 2026, Drejtoria e Ujësjelljes Kanalizimeve të Durrësit njoftoi tenderin me objekt ndërtimi i zyrave të reja të drejtorisë me fond limit 108 milion lekë të reja. Sipas materialit, komisioni i vlerësues shpalli fituese kompaninë Everest ShPK me ofertë 106.5 milion lekë të reja, ose pothuajse sa gjithë fondi limit. Në të njëjtin material thuhet se në realizimin e punimeve do të përdoren edhe 2 nën-kontraktor, kompania UST01 ShPK dhe subjekti person fizik Jonida Dupi me qendër në Kavaj. Ajo që mungon deri tani është sqarimi zyrtar mbi burimin e fondit. Nuk dihet publikisht nëse kjo shumë është akorduar nga buxheti i shtetit, nga Agjencia Kombëtare e Ujësjelljes Kanalizimeve, apo nga të ardhurat e vetë Shoqërisë së Ujësjelljes Kanalizimeve të Durrësit. Kjo paqartësi bëhet edhe më e rëndë po të shihet gjendja reale e qytetit. Durrësi përballet çdo verë me mungesë uji. Sa herë bjen reshje qyteti përmbytet dhe një nga arsyet kryesore mbetet rrjeti i bllokuar i kanalizimeve që prej vitesh nuk merr zgjidhjen që kërkon. Sipas të dhënave financiare të përmendura në material, Shoqëria e Ujësjelljes Kanalizimeve të Durrësit ka rezultuar me humbje në bilancet e 8 viteve të fundit. Pikërisht për këtë arsye vendimi për të investuar mbi 100 milion lekë të reja në zyra të reja administrative hap një pyetje të drejtë për drejtë. Cilat janë prioritetet reale të kësaj ndërmarrje? Në një qytet që kërkon ujë, kanalizime funksionale dhe investime në infrastrukturën bazë, ndërtimi i zyrave të reja nuk duket si nevojë publike. Ai duket si një luks administrativ në kurriz të një shërbimi që nuk po përmbush dot funksionin e vet themelor.